këshilli i ri. Helio. Atëherë mi mbrëma të gjithëve, ju faleminderit që keni ardhur në këtë konferencë për mediat, konferenca zyrtare e kombëtares shqiptare. Në prag të ndeshjes me Polonin, jemi si zakonisht me trajnerin Silvinjo dhe sot kemi edhe me sfëshorin Ramadani, i cili do ju përgjigjet pyetjet tuaja. Do të nisim më një herë me Ramadanin dhe më pas do vazhdojmë me trajnerin, ndërkohë që Ramadani do të largohet dhe të bashkohet me ekipin. Witam wszystkich na tej konferencji prasowej przed meczem Polska-Albania. Jesteśmy tutaj, to jest oficjalna konferencja prasowa Federacji Piłki Nożnej Albanii i tutaj jesteśmy ze środkowym Ramadanim oraz trenerem. Zaczynamy od gracza, od środkowego Ramadaniego. Dobrze. Sokol Gjani, Supersport, Ramadani, brenda pak kohësh ka ndryshuar shumë gjëra tek ju. Nga një alternativë kombëtare në kthyer titullar të padiskutueshëm. Në rang klubesh, një vit tek Aberdeenit mjaftoi për të fituar Serie A. Çfarë ka ndryshuar kaq shumë tek ju që keni arritur dhe ngritur një pikë ku po ktheni dhe pikë referimin kombëtare? Po, normalisht kur të punoj shumë, duhet punosh shumë. Kjo është vetëm fillimi për mua, unë duhet punoj akoma më shumë, sepse dua që të arrij atje ku dua unë, ku e kam synimin për vazhdu për para. Pytanie do gracza dotyczy jego rozwoju. Stałeś się w krótkim czasie takim ważnym graczem dla drużyny Albanii. Skąd się to wzięło? On mówi, że pracuję bardzo ciężko i dlatego widzę tylko swój rozwój w tej drużynie i czekam na dalsze postępy. Erim tote televizioni Klan, Ramadani në pas ndeshjes me Çekin, morëm vesh që në dhomat e zhveshjes nuk ishit shumë të kënaqur sepse pretendonit që ta fitonit ndeshjen. Tani vazhdon të jetë kjo atmosferë që ta riktheni atë dëshirën për të fituar në këtë takim, është e njëjta gjë apo është një kundërshtar tjetër dhe synimi ndryshon diçka të ndjenja juaj? Po normalisht na edhe me Çekin jemi futur për me fitu ndeshjen. Nuk është se ka qenë atmosfera shumë mbas lojës jo e lumtur, por në çdo ndeshje hym për ta fituar ndeshjen pa marrë parasysh rezultati çfarë është në fund. W szatni, po meczu z Republiką Czeską, z Czechami, było niezadowolenie, ponieważ gracze myśleli, że będą wygrać ten mecz, natomiast tam tylko remis. Czy atmosfera przed jutrzejszym meczem, jak jest w drużynie Albanii? On mówi, że atmosfera jest bardzo dobra i oni liczą na to, że ten mecz jednak będą wygrać. Përshëndetje dhe urime për momentin që po kalon. Nesër për ne është një ndeshje shumë e rëndësishme, ndoshta nga më të rëndësishmet e historisë. Ju si lojtar, a jeni gati për ta përballuar dhe cilat janë këshillat ndoshta që stafi ju kanë dhënë dhe ju me njëri tjetrin që keni folur, si mund të përballohet sepse ndoshta emocionet mund të bëjnë të vetën tek ndeshja e nesërme që mund t'ju pengojnë ju. Si e keni përgatitur këtë aspekt? Shiko, ne jem profesionist, gjithmonë futboll ka presion, ka kësi ndeshje që duhet lush, duhet jetosh me kësi ndeshje. Neve treneri na ka përgatit shumë mirë edhe mendoj që nesër është një ndeshje ku është ndeshje që duhet futemi për ta fituar. Kemi edhe 3 ndeshje tjera, nuk është që vetëm nesër duhet të vendosemi edhe ta humbim ose të bëjmë diçka me eufori, duhet futem nesër me këmbë tokë edhe ta bëjmë një ndeshje pozitive, ta fitojmë në fund. Jak będziecie radzić sobie jutro z emocjami, ponieważ jesteście świadomi, że ten mecz jest bardzo ważny, chyba być może najważniejszy w tych eliminacjach. I środkowy mówi, że Ramadani mówi, że oni są zawodowymi graczami, także umieją sobie te emocje jakby zatrzymać i będą grać niezależnie od tego, są nastawieni tylko na jeden cel i to jest wygrana. Ylber, kundër Çekisë kemi parë që keni bërë presion shumë lart ndaj çekëve. Do të jetë njëjta gjë ndaj polakëve apo nuk e keni diskutuar ende me trajnerin? Jo, normalisht ne çdo ndeshje, siç e thash edhe më herët, do futemi për të bërë presion edhe për të
fituar ndeshjet normalisht, sepse tani e dim çfarë objektivi kemi edhe do të hymë nga minuta parë që të bëjmë presion. W meczu przeciw Czechami stawialiście wielki nacisk na drużynie czeskiej. Czy będzie to samo z drużyną polską? Mimo że będzie to samo, że od samego początku, od minuty pierwszej oni będą stawiać nacisk, żeby wygrać ten mecz. Dobrze, pani przetłumacz, tak? Tak, dobrze. Hello, my name is Adrian Milnik, I'm from Polish television and I'm gonna ask in Polish and she's gonna translate to you, okay? Chciałem zapytać w takim razie, o jakie tutaj są morale przed tym jutrzejszym spotkaniem, bo reprezentacja Polski pokonała Albanię w Warszawie w tych obecnych eliminacjach, to pierwsze pytanie. I drugie pytanie, czy pamiętają oni ten mecz, który rozgrywał się 2 lata temu? Polska wtedy wygrała, było bardzo gorąco na trybunach, kibice wiadomo dopingowali reprezentację Albanii, ale to Polska okazała się lepsza i wywiozła stąd 3 punkty. Czego w takim razie reprezentacja Albanii oczekuje jutro od swoich kibiców i czy wierzą oni w zwycięstwo, czy jednak reprezentacja Polski posiadająca w swoim właśnie składzie Roberta Lewandowskiego chociażby może liczyć na to, że to Polska właśnie jutro wygra? Dziękuję. Atëherë pyetja ka të bëjë me, domethënë cila është morali i skuadrës, duke ditur që Shqipëria ka humbur ndeshjen e parë në Poloni, në Varshavë. Kjo është e para. Dhe e dyta, nëse ju kujtohet ndeshja e para 2 viteve, ishte një ndeshje që u zhvillua Shqipëri-Poloni dhe ku pavarësisht mbështetjes së zjarrt që pati Shqipëria nga ana e tifozëve shqiptar, megjithatë Polonia u tregua një skuadër mbase më e mirë edhe e fitoi atë ndeshje. Çfarë prisni pra nga kjo ndeshja e ditës së nesërme, cila është atmosfera në skuadër dhe çfarë pritet nga ana juaj në këtë ndeshje? Atmosfera në skuadër është shumë e mirë edhe ka qenë vazhdimisht më e mira që pejsi jam këtu, edhe normalisht nesër është ndeshje shumë e vështirë, por ne jemi pregadit dhe duhet pregaditemi akoma më mirë që nesër të marrim rezultatin pozitiv. Morale drużyny są naprawdę jest bardzo dobre, wysokie. Mówi, że wszyscy gracze są przygotowani do jutrzejszego meczu, żeby wygrać. Mirë, kjo ishte pyetja e fundit për Ramadani, I cili duhet të To bashkohet me ostatnie ekipin, tani pytanie do të dla vazhdojmë pana me tutaj trajnerin. siedzącego, dla zawodnika to jest ostatnie pytanie. Teraz dziękuję bardzo. Powodzenia. Powodzenia. Okej, mister, ju keni pak kohë drejtimin e përfaqësuesës dhe nuk e di nëse jeni informuar që ne përballë skuadrave të mëdha në ndeshje vendimtare nuk ja kemi dalë pothuajse asnjëherë. Çfarë do jetë ndryshe nesër kundër Polonisë? Panie trenerze, to Albania zawsze jak grała powiedzmy z takimi bardzo dobrymi drużynami, prawie zawsze przegrała. Także wy jesteście niedługo jesteście na czele drużyny albańskiej. Teraz co możecie nam powiedzieć na temat jutrzejszego meczu? Merdita. Io penso che non cambia niente perché fino che è arrivato qua dal primo giorno l'hai detto, guarda, noi andiamo indietro una squadra con cuore e con anima, dopo ci organizza una squadra, va indietro di calciatori, chi pensiamo noi che sono i migliori e andiamo avanti. Domani è la stessa cosa, dopo c'è l'aspetto sempre strategico della gara, ci sta, però andiamo con molta anima, con molto cuore, abbiamo più di 20.000 persone qua, che è un supporto molto importante, giocare a casa. Sappiamo che è dura, non è una partita facile, però andiamo con cuore, con anima, con tutta la popolazione albanese in campo, che è bello, il calcio ti permette quello lì, no? Di andare là e dopo 90 minuti succede tutto. To nic nie znaczy, my będziemy grać. Mirë, pastaj. Atëherë në 90 minuta mund ndodhi gjithçka, por sigurisht që mendoj që ndeshja e nesërme nuk është se do të ketë diçka ndryshe për ne, sepse ne I përgatisim gjitha ndeshjet njësoj. Kur erdha që në daljen time të parë kam thënë që unë duhet shoh një skuadër që të japi zemrën dhe shpirtin në fushë. Më pas nisi puna me një herë, organizimi I ekipit, kemi ndjekur lojtarët kudo kanë qenë, kemi monitoruar dhe tani vazhdojmë të punojmë për të ecur përpara me objektivat tonë. Edhe nesër me Polonin mendoj se është
është e njëjta situatë, pra kthehemi tek ajo që kemi thënë gjithmonë, që unë pres që skuadra të ketë sjelljen e duhur në fushë, duke vendosur zemrin dhe shpirtin. Do të kemi një stadion plot me 20.000 tifozë nesër. Sigurisht është një sfidë e vështirë, por qoftë edhe me mbështetjen e popullit shqiptar, unë mendoj që në 90 minuta mund të bëjmë diçka të madhe. Czy wielka, czy mała drużyna, to nic nie znaczy. Najważniejsze jest to, że gracze, zawodnicy będą wydać wszystko z siebie. Będą grać całą duszą i całym sercem na boisku. Mbrëma, mister, lojtarët edhe para ndeshjes me Çekin, ndoshta edhe pa dashje, po në ndërgjigjen e tyre ishte objektiv fitoria me Polonin. Tani ju thoni që ndeshjet i keni përgatitur një lloj, por Polonia ndryshon nga Çekia. Cili është ndryshimi? Mogę ja przetłumaczyć w takim razie pytanie. Chodzi o to, że Czechy i Polska to różnią się od siebie, także najważniejszy cel w tej chwili jest wygrać z Polską. To jest najważniejszy cel. I jakie są różnice pomiędzy tymi drużynami, między Polską a Czechami? Mi ho sbagliato, ho detto Mirdita e Mirbrama. Sveglia Silvio. Ma c'è un orario, no? 7 e Mirbrama. Alle 7. Giusto. Arrivo. Almeno. Poi tutti i calciatori vanno nel campo per vincere, tutte le squadre si prepara per vincere. Dopo non si può vincere perché dall'altra parte anche c'è un avversario. Dopo non si perde, è quello. Adesso si parla di Polonia, poi sì, è diverso. È un avversario diverso, gioca di una maniera diversa, dobbiamo prepararla bene, però dopo certo c'è anche da noi è un limite, no, che ti puoi cambiare, noi dobbiamo andare, come l'ho detto, con cuore, con anima, dopo strategicamente, tatticamente si fa, ma certamente si lavora e si prepara la gara. Loro hanno una squadra forte tecnicamente, sono calciatori di un grande livello. C'è un allenatore esperiente, però io sono contento e soddisfatto della squadra in senso, siamo halfway, metà della strada, mezza strada a questo momento, il 50% ancora dobbiamo fare 4 gare in più, però anche Albania va fuori con tanti calciatori tecnicamente forti. Poi io penso che è una gara molto attrattiva e bella da si vedere. I 90 minuti, come l'ho detto, può succedere tutto, però andiamo anche noi forte in gara domani. 90 minuta mund ndodh gjithçka, por ne do të hyjmë në fushë për të bërë një ndeshje shumë të mirë. Sigurisht lojtarët përgatiten gjithmonë për fitore, ekipi përgatitet gjithmonë për fitore, por kuptohet që përballë kemi një kundërshtar që gjithashtu ka objektivat e veta. Por e rëndësishme është, siç e patëm thënë dhe para ndeshjes, që të mos humbasim. Sigurisht në krahasim me Çekin, Polonia është një kundërshtar i ndryshëm, është një skuadër që ka një lojë ndryshe nga Çekia, e kemi përgatitur mirë ndeshjen, i dim mirë limitet tona, sigurisht edhe për ndryshimet që mund të bëjmë, por ajo që nuk duhet ndryshuar është zemra dhe shpirti i garës që do të tregojnë lojtarët në fushë. Kemi punuar shumë mirë me ekipin taktikisht, sigurisht, Polonia është një ekip i fortë, me lojtarë shumë cilësor, me një trajner me shumë eksperiencë, por duhet theksuar që jemi në mes të rrugës. Kemi bërë 50% të ndeshjeve dhe tani kemi edhe 4 finale. Por ndihem mirë që Shqipëria dhe lojtarët që unë kam në dispozicion janë lojtarë shumë të fortë dhe janë të gatshëm për të balluar një sfidë kaq të rëndësishme me Poloninë. Oczywiście, że Polska i Czechy są to dwie różne drużyny, ale w 90 minutach wszystko może się zdarzyć. Najważniejsze jest to, żeby nasza drużyna wydała z siebie wszystko, żeby grała duszą i sercem, całą duszą i całym sercem. Oczywiście, że pod względem technicznym, taktycznym musimy dostosować naszą grę do innej, do takiej innej drużyny i tego zrobiliśmy. Natomiast to, co nigdy
jakby się nie zmienia, jest to, że drużyna jest nastawiona na jeden cel, na to, żeby wygrać. Mirë, përshëndetje. Tani Çekia fitoi në Poloni pa shumë probleme. Në Prag nuk ndodhi e njëjta gjë. Do të thotë gjë kjo apo është thjesht kapriço e futbollit, është një pyetje dhe dua edhe një pyetje tjetër, është thjesht për informacion. Çekia fitoi me Polonin. Neve në Prag nuk na ndodhi e njëjta. Kjo tani është do të thotë gjë apo është thjesht kapriço e futbollit. Edhe një diçka për informacion. Me që ne kemi lojtar Muçi. Është vetëm për informacion. Që luan me ekipe elite të kampionatit polak, siç është Legia e Varshavës. A do kemi shans që ta shohim në një minutë në fushë? Andiamo, io ho capito un po' il paragone. Io l'ho detto la prima volta, prima di iniziare i gironi, è un girone difficile, c'è importante il riparto di punti. Noi siamo qua, come l'ho detto, 50% fatta, però c'è tanto da fare ancora. Forse il paragone è quello lì, non si aspettava forse qualche risultato di là, di qua, è dura. Aspettiamo la fine, non è facile, tutte le gare sono difficili, non ti regalo niente. Mucci è un calciatore che abbiamo visto, è forte, è un grandissimo calciatore, siamo veramente soddisfatti da lui. Lui ha sentenziato praticamente la gara, terzo gol, Islas Fairway. È venuto da noi un'altra volta, è un calciatore che c'è un buon ritmo, segna, è un ottimo calciatore. Oggi certamente abbiamo Bayram in forma, un calciatore che sta facendo benissimo e più o meno loro lì competono, no? In gara per giocare, però dopo un giorno non si sa mai, in gara si sa esci 1, 30 minuti, 15, 20. Infatti io l'ho detto a tutte le squadre, tutti i calciatori, noi siamo in 24 calciatori, l'ho detto, ognuno di loro è importante per noi. Uno entra in campo 15 minuti, può segnare un gol che ti fa sognare. È quello che l'ho detto a loro già da principio, e loro hanno capito tutto. E per me è importante, a Mucci e a tanti altri, che mi dispiace che oggi non giocano, però sono calciatori che domani salti in gara, 10 minuti ci cambia la vita. Nëse e kuptova mirë, krahasimin nuk kam thënë që para se të fillojnë ndeshjet e grupit, që ky do të jetë një grup shumë i vështirë, por ja ku jemi këtu në gjysmë rrugës dhe jemi në këtë pozicion të mirë tani, por sigurisht ka shumë punë për të bërë. Ka shumë punë për të bërë përpara, ka ndodhur rezultate që nuk i prisnin, por ja kemi dalë mban. Ka qenë një ndeshje e vështirë, por askush nuk të bën dhurata, nuk na ka dhuruar asgjë. Sa i përket Muçit, sigurisht është lojtar shumë i talentuar, shumë i fortë, mjafton të themi që miqët Faroe hyri në fushë dhe vendosi ndeshjen me atë gol, është në formë shumë mirë, por gjithashtu ne kemi një lojtar si Bajrami, i cili është pak a shumë në të njëjtin pozicion, i cili po bën ndeshje shumë mirë dhe është në një formë të shkëlqyer. Sigurisht janë dy lojtarë shumë mirë, por do ketë dhe mundësi për Muçin për të luajtur në këto ndeshje. Unë e kam thënë gjithmonë, ne jemi jo 11 lojtarë, por jemi 24 lojtarë, cilët japim gjithçka gjatë një ndeshje. Ja kam shpjeguar dhe atyre, qoftë edhe 10 minuta, 15 minuta, kushdo që mund të hyjë në fushë, mund të bëjë diçka që të mund ndryshojë rrjedhën e ndeshjes, mund të shënojë një gol dhe mund ta bëjë që të ndrojnë. Dhe unë mendoj që të gjithë e kanë kuptuar, e di që Muçi apo edhe shumë lojtarë të tjerë që kemi aty janë në formë mirë, mund të bëjnë shumë gjëra, por sigurisht që duhet pak durim dhe do vijë momenti i tyre. A więc są dwa pytania. Dziennikarz najpierw zapytał, co znaczy to, że najpierw Czechy wygrały z Polską, natomiast Albania zremisowała z Czechami. Czy to coś znaczy dla jutrzejszego meczu, czy to jakiś kaprys, który się zdarza w piłce nożnej? To pierwsze.
I po drugie było to, czy jest jeden gracz, który aktualnie gra w Legii Warszawskiej. Czy możemy mieć nadzieję, że ten gracz będzie grał również w jutrzejszym meczu? Odpowiedź do pierwszego pytania. Na pierwsze pytanie jest to, że w piłce nożnej wszystko może się zdarzyć. Albania miała, powiedzmy, dobrą pasę. Już 50% drogi zostało pokonane. Teraz mamy 50% jeszcze 4 mecze do grania. Natomiast co do tego gracza, który gra w Legii Warszawskiej, wyraził się bardzo dobrze, jest dobrym graczem, tylko że w tej chwili inny gracz będzie grał w reprezentacji albańskiej, Bajrami, który jest mniej więcej na takim samym poziomie. Okej. Mister, ndoshta shkurt është pjesë e strategjisë, është për ta parë nesër, po do ta presim kundërshtarin apo do ta sulmojmë? Io penso che una partita, una gara, si può vedere di tutto. È impossibile di tutte e due parti avere un pressing 90 minuti, impossibile. Dopo anche la differenza di 2 o 3 giorni di una gara per l'altra, la seconda è sempre più pesanti, però io sono assolutamente convinto che sarà una gara che si vedrà di tutto, tattica, fisicità, però la parte che apprezziamo tanto, secondo me, la tecnica dei calciatori. Loro forti, noi abbiamo calciatori forti anche tecnicamente, loro sono questo calciatori che fanno tanta differenza. Però penso che è una gara intensa, che deve andare lì con tutto, con cuore, con anima, con la nostra gente, con il nostro stadio. C'è un momento da pressionare, c'è un momento da aspettare. Io penso che di tutte e due parti sarà così. Pra do ketë momente që ne duhet të bëjmë presion, por do ketë momente kur do na duhet të rriqim mbrapa dhe të presim kundërshtarin. Mendoj që është ndeshje ku ne mund të shohim gjithçka, ndeshje që mund të ketë gjithçka në këto 90 minuta. Kemi pasur në fakt 3 ditë kohë, qoftë ne qoftë edhe kundërshtarë që realisht janë pak, por do të shohim një ndeshje qoftë taktike edhe fizike. Por ajo që mua më pëlqen ta vlerësoj më shumë është pjesa teknike. Ne kemi lojtarë shumë të mirë teknikisht dhe mendoj që këto lojtarë mund të bëjnë diferencën në një duel të tillë. Sigurisht ne presim që të hyjmë fush me zemër dhe me shpirt, qoftë edhe duke pasur edhe ndihmën e tifozëve. Pytanie dziennikarza dotyczyło, czy na jutrzejszym meczu, czy będziemy czekać na przeciwnika, czy będziemy zaatakować. I odpowiedź jest tak, że drużyna jest bardzo dobrze przygotowana pod względem technicznym i będzie zarówno czekać na akcję przeciwnika i zarówno zaatakować. Polonia ka thënë ministri që është skuadër e fortë, edhe pse ndoshta nuk është, po themi, në më të mirën e saj në këto kualifikuese. Gjithsesi ka një top player, një lojtar shumë mirë si Lewandowski. Nesër do ketë trajtim special për të? No, ma certamente è un calciatore di un livello importante, c'è una storia, c'è altri calciatori, noi rispettiamo tutti. Penso anche che il livello di concentrazione di tutti gli altri, con tutti gli altri, dovrebbe esserci veramente alto. Dobbiamo andare con un livello di concentrazione alto per una gara come quella lì. Non è solo Lewandowski, Zelinski, c'è tanti altri. Importanti anche loro, si devono preoccupare anche di calciatori forti che abbiamo noi. Ma certamente si rispetta tantissimo la storia di un calciatore come lui e tanti altri dall'altra parte. Sigurisht që Lewandowski është një lojtar që ka një histori të madhe, pastaj dhe patjetër që ne respektojmë. Është një lojtar i rëndësishëm, por Polonia ka dhe shumë lojtarë të tjerë, po aq të mirë, po aq teknik dhe ne do t'i trajtojmë të gjithë me të njëjtin fokus, është ajo që duhet theksuar për ndeshjen e nesër, fokusi duhet të jetë shumë i lartë. Nuk kanë vetëm Lewandowskin, kanë Zelinskin apo edhe lojtarë të tjerë, por Polonia duhet të jetë e qartë që edhe ato kanë përballë disa lojtarë po kaq të mirë, duhet shqetësohen edhe për ne, sepse vërtet ne kemi lojtarë shumë teknik që mund të jenë të rrezikshëm gjatë gjithë ndeshjes nesër.
Pytanie dotyczy to, że Polska jest wielką drużyną. Być może nie w tej chwili nie na tym najwyższym poziomie swojej historii, ale mimo wszystko ma takich zawodników jak na przykład Lewandowski czy Zieliński i tak dalej. Czy Albania jest przygotowana na to, że taki gracz jak Lewandowski gra w drużynie polskiej? Trener odpowiedział, że oczywiście oni szanują Lewandowskiego, ale nie tylko jego, szanują wszystkich zawodników, ale też Polska musi mieć na względzie to, że ma naprzeciw takich dobrych zawodników drużyny albańskiej. Hello coach, I will ask my question in Polish. Jaka jest Pana opinia na temat Fernando Santosza, selekcjonera reprezentacji Polski? Ja nie słyszę dobrze, przepraszam. Jaka jest opinia na temat selekcjonera reprezentacji Polski Fernando Santosza i jakie są największe słabości reprezentacji Polski? Jeśli selekcjoner mógłby powiedzieć, byłoby świetnie. Atëherë, cili është mendimi që ka trajneri ynë në lidhje me përbërjen e skuadrës polake, pra me përzgjedhjen e lojtarëve nga ana e trajnerit polak, si dhe nëse mendon diçka rreth anëve të forta dhe të dobta të skuadrës polake. Ma guarda, se ho capito bene, la storia dici, no? Della nazionale polonese, dei suoi calciatori, c'è una storia bella, c'è tante cose, però il punto debole, se ho capito così, io non ti posso dire, tutte le squadre hanno, anche noi, però lì non ti posso dire quello che pensiamo noi in questo senso, però si sa che è una squadra di grandissimi calciatori, gente forte, un allenatore esperiente, poi quello sì che si può dire. Dihet që Polonia ka një ekip të mirë, ka një trajner me shumë eksperiencë, është një skuadër që ka një histori të madhe sa i përket rezultateve, por nëse më pyet për pikat e dobta, unë nuk mund t'i them, patjetër që e kam një ide, por kurse jam në gjendje t'i them ato këtu tani. È forte la storia. Okay. Atëherë historia është pika e forte e Polonisë. Jeśli dobrze zrozumiałem, reprezentacja Polski jest bardzo znakomitą reprezentacją. Oczywiście ma wielką historię za sobą. Jeżeli chodzi o słabe strony reprezentacji, nic nie mogę powiedzieć na ten temat. Oczywiście mam swoją opinię, ale nie mogę nic powiedzieć na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o mocne strony, mamy do czynienia z drużyną, która jest jakby jakościowo i technicznie bardzo przygotowana. Mirë, atëherë faleminderit, kjo ishte edhe pyetja e fundit. Dziękuję Ju uroj gjithë bardzo. mirë. To była konferencja prasowa. Miro Papsi. Powodzenia.